e dua Vlorën se është qyteti që të ofron dashuri unike, sepse është qyteti i vlerave njerëzore, por e dua Vlorën edhe për rebelizmin tuaj të bukur, që kur mbaroni maturën i bini burive fort, për t'i treguar qytetit që ne do marrim stafetën dhe do vim në Universitetin e Vlorës, dhe për të kuptuar që sfida e radhës është sfida e jetës. Ish-deputetja dhe ish-vendsministri e Arsimit Nora Malaj përcolli emocione të forta dhe mesazhe frymëzuese për studentët e Universitetit Ismail Qemali këtë të premte gjatë forumit të hapur akademik Jeta në Fjalë. Në fjalën e saj, Malaj ndau me të rinjt jo vetëm përvojën e gjatë në arsim, por edhe lidhjen e veçantë që sipas saj e ka shoqëruar gjithmonë me qytetin e Vlorës. Ajo shpreh se Vlora mbetet një nga qytetet më të dashura për të, për shkak të historisë, energjisë trinore dhe njerëzve, që siç tha ajo, din të mbajnë gjallë vlerat dhe dijen. Gjatë bashkëbisedimit me studentët, ish-vendsministri e Arsimit solli në vëmendje eksperiencën e saj shumë vjeçare në institucionet shtetërore, ku për 8 vite mbuloi sektorin e arsimit të lartë. Malaj tregoi se rruga drejt suksesit kërkon përkushtim, punë të vazhdueshme dhe dashuri për profesionin, duke theksuar se një grua mund të arrijë çdo objektiv nëse punon me seriozitet dhe ndershmëri. Unë në fakt, kur isha gocë, nuk quhesha Nora Malaj, quhesha Nora Dodani. Mirë po më hiku që në momentin që u fejova me një zotëri që është fati jetës time, gjysma ime më e mirë. Me origjinë nga Tërbaçi Vlorës, baba i tij, dhe unë e dua shumë, kam qenë ndoshta nga gocat e para që në moshën 19 vjeç shkova dhe pash se ç'ishte Tërbaçi. Dhe unë kuptova se çdo të thotë të jesh me rënjë nga bregu dhe të lëmosh shpirtin e të bresh mendjen me vlerën e Vlorës. Kur u fejova me timshojt vendosa, si që bëjnë të gjitha vajzat, që në besnikërinë e jetës ti merrja mbi emrin se doja ti lija trashëgimi familjes mbi emrin. Çuditërisht më ndonjë shumë bukur Nora Malaj, dhe kur më flasin nuk më thon Nora, po Nora Malaj. E njëjta gjë ndodhe edhe me besën time, që është 24 karaçe nga Vlora, dhe dje më tha, nëna tha, mos më thuaj që unë jam nga Tirana, se unë jam vetëm nga Vlora. Dhe ti shpirti nënës i thash, je vetëm nga Vlora, se ti prandaj quhesh Solej Malaj, se je nga Vlora. Malaj nënvizoi gjithashtu faktin se është e vetmja zëvendësministre e Arsimit që ka shërbyer si me qeveri të majta, ashtu dhe me qeveri të djathta, çka sipas saj dëshmon se profesionalizmi mbetet mbi politikën. Sepse për herë të parë solla firmën e parë italiane për të bërë biznesin e makinave. Kjo gruaja që shifni këtu, dhe që nuk ka lidhje me makinën. Pastaj vazhdova një fakultet tjetër të drejtësisë, sepse më duhej të menaxhoja gjithçka që ligjet ishin e barabarta. Pikërisht në momentin që mbarova fakultetin e dytë të drejtësisë, më dha e drejta të bëhesha dhe të zgjidhesha zëvendësministre e Arsimit. Këtë post e kam mbajtur për 8 vite, po jam prapë edhe këtu eksepsion, sepse jam i vetmi zëvendësministër që qëndrova në 2 qeveri. Edhe ke majta, edhe ke djathta. Që do të thotë, nëse ke shtyllë kurrizore, nëse je specialist i mirë, politika nuk të përdor, po ti e ndihmon politikën që të bëjë zgjidhje të mira. Dhe kur ti bën zgjidhje të mira dhe ndihmon politikën, atëherë ti edhe kur del nga politika, je me duar të pastra, je me mendje të ngrohtë dhe me zemër të ftohtë, që do të thotë ti di të menaxhosh sfidat. Nora Malaj përcolli dhe një mesazh për të rinj dhe qytetarët mbi rëndësinë e vlerave reale në shoqëri. Sipas saj, suksesi nuk duhet matur me famën apo pushtetin, por me ndershmërinë, dijen dhe kontributin që secili jep për komunitetin. Ciklin e familjes e trashëgojmë me vlera reale të kontributit tonë për të kuptuar që i Zot nuk je se bëhesh, po i Zot lind, dhe kur mësuesit të ndihmojnë që ti të bëhesh i Zoti, dhe kur pedagogët të orientojnë që ti të bësh zgjedhje të mira, atëherë ti je shumë i suksesshëm.
Takimi u prit me interes nga studentët dhe pedagogët e universitetit, të cilët e vlerësuan forumin si një mundësi frymëzimi dhe reflektimi mbi sfidat e arsimit dhe jetës publike në vend.